Nuk është situata e njëjtë si para gjykimit të gjykatës kushtetuese. Mundësinë e dërgimit të një lande të re në gjykatën kushtetuese. Sot të gjithë ju dhe çdo qytetar që na ka përcjellur janë bërë dëshmitar të abuzimit dhe shkeljes kushtetuese me qëllim dhe me vedije nga ana e Albin Kurtit dhe deputetëve të lëvizjes vetëvendosje të koalicionit që udhëheqaj. Nuk është situata e njëjtë si para gjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse ka një qartësi akt gjykim, është e qartë që nuk mund ndryshohet rendi i ditës aq më pak në mënyrë arbitrare. Dhe insistimi i njëjtë sot, sikur në seancat e kaluara, i bie që për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen as gjykata kushtetuese e as akt gjykimet e saj nuk kanë kurrë vlerë. Kjo qasje, e cila realisht e ka karakterizu krejt qeverisjen e vetëvendosjes dhe të zotit Kurti në raport me kushtetutën, është e papranueshme. Është sulm kundër demokracisë dhe rendit kushtetues. E ka karakterizuar sepse ju e dini që spaku 10 herë e kanë shkel kushtetutën gjitha rastet që ne si PDK gjatë mandatit ti i kemi dërgu dhe i kemi kontestu në gjykatën kushtetuese. Pra shpërfillja ndaj kushtetutës nuk është asgjë e re, sepse këta dhe se kanë njohur as shtetin e as kushtetutën në të kaluarën. Por sot, për një çështje kaq të rëndësishme si konstruimi i Kuvendit Republikës, që është organi më përfaqësues i qytetarëve, për një çështje kaq të rëndësishme si zhbllokimi i konsolidimit dhe krijimit të institucioneve të reja, me pas këtë qasje, vërtet është një nivel i ri, jo vetëm i papërgjegjësisë, po i rrezikimit të demokracisë në Kosovë. Është fare e thjeshtë. Rendi i ditës është përcaktuar me datën 8 prill nga ish kryetari Konjufca bashkë me përfaqësues e partive politike, ashtu siç e parashë rregulloria dhe ashtu siç e ka konfirmuar ky akt gjykim. Ai rendi i ditës është i qartë, bile është taksativisht i shkruar në rregullorin e Kuvendit dhe i ka 4 pika. Prej Komisionit për verifikimin e mandateve, tek dhënia e betimit e pastaj tek pika e 3 zgjedhja e kryetarit apo kryetarës dhe zgjedhja e kryetarëve. Ne jemi te pika e 3 e rendit e ditës. Aty duhet më kthy dhe kjo ka qenë kërkesa jonë edhe dje. Sot këtu është dashur të tërhiqen për shkeljes kushtetuese. Që po e zëm që se kanë ditë që po bëjnë shkelje deri para 3-4 ditësh, sot dihet. Është ndryshim i rendit ditës, sepse për me pas një komision duhet me pas një proces që i bie ose një mocion procedural, e që në seancë konstituive është i pamundshëm, sepse ai vlen vetëm për seanca plenare, ashtu thot e zeza në bardh rregulloria e Kuvendit. Pra në nenin 53. Dhe këtu çka po ndodh? Këtu është një pikë e re e rendit ditës për me thjeshtu. Çka është ajo? Votimi, komisionit e tjerë e tjerë. Pra, në mënyrë arbitrare, po mundohen me e ndru rendin e ditës të cilin u ndalon akt gjykimi. Çka duhet me ndodhë është e thjeshtë. Kthehu te propozimi. Këndush propozoj. Ajo është e drejtë kushtetuese garantuar për grupin më të madh parlamentar. Ata e dinë që zonën Haxhiu kur s'kan më apo votat. Në seancën e dytë, në 7-3, këtu ju kam thonë juve, as si ka, as ka me i pas. Më vjen keq 2 muaj e sa më vonë. Prapë është e saktë. Por, nëse dëshiron me këmbgul, le të vazhdon me të. Le të vazhdon, ka drejt me e qitë disa herë, se kështë akt gjykimi nuk e kështë limitu. Por, ajo është sjellje e papërgjeshme, është sjellje për mos me e konstituu Kuvendin. Por, insistimi me vazhdu njëjtë, edhe pas publikimit të akt gjykimit që tashmë është në fuqi, sepse në pikën e fundit dispozitivit thot që hyn në fuqi me një herë, është i tmerrshëm si qasje, edhe si zhvillim. Nuk ka më asnjë kuptim me u taku me zotin Kurti, sepse po më të fortë kështu të themi kushtetuese nga seanca. E çka ke pyetja asaj? A ka? Ka material, po pyetjen se kuptova në fund. A do t'i drejtohemi përsëri? Shikoni, vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe unë personalisht nuk e kemi ik asnjë takimi, as e kemi refuzuar asnjë takim, kemi pas iniciativa konstruktive të përgjithshme me u mundu me dal nga blokada që na e ka imponu vetëvendosja.
dhe kemi qenë në takimin e djeshëm të thirrur nga jo kryeministri, po kryetari i lëvizjes vetëvendosur. Do të thotë takimet duhen me mbajt për me ofru një zgjidhje, jo sa për çuje faqe si takimi i djeshëm. Partia Demokratike e Kosovës e ka luajtur dhe do ta luajë gjithmonë rolin e vet, përgjegjësinë e saj për me dal nga kjo krizë. Por normalisht që s'mundemi me imponu qëndrimin ton, bindjen ton dhe vullnetin për të dalur nga ngërçi aktual partive tjera, në këtë rast lëvizjes vetëvendosur. Po është saktë që sot është konsumu një shkelje e kushtetutës me vedije. Dhe normalisht që ne do ta shqyrtojmë qysh sot mundësinë e dërgimit të një lande të re në gjykatën kushtetuese. Një formë ose tjetër, unë jam i bindur që ne do të përfundojmë në gjykatë kushtetuese përsëri, sepse nëse deri në datën 26 korrik nuk përmbushet obligimi që na ka dhënë aktgjykimi i gjykatës për me konstituu kuvendin, atëherë përgjigje konkrete në këtë aktgjykim nuk ka. Na mbetet me marrë përgjigje të reja dhe me dhënë vendit zgjidhje. Po shpresa ime ka qenë vërtet, sidomos pas konsultës së pardjeshme, ku nuk u majtë seanca, që ata do t'i thirrën mendjes shnush, që do të reflektojnë dhe do të tërhiqen nga bllokada. Po, siç duket, kjo nuk ndodhi.